A keni dhimbje dhëmbi? Ajo dhimbje e padurueshme që nuk të lë të hash dhe të bën të vuash. A rënkoni nga dhimbja? A merrni pilula? A përdorni ndonjë ilaç kundër dhimbjeve që nuk funksionon? Përgatitni këtë ilaç dhe do të shihni si kontrollon shpejt dhimbjen. Ju jeni të mpirë nga ajo dhimbje e fortë. Do të hedhim pak ujë të nxehtë në një tenxhere, do të shtojmë 3 gjethe menteje dhe 1 maj kripe. Rrasim gjethet e freskëta të mentes derisa ato të jenë bluar në mënyrë të përsosur, pastaj e shtojmë kripën dhe përziejmë me shumë kujdes për ta bërë homogjene masën. Përdoreni si shpëlarës goje 3 herë në ditë. Do të ndihmojë në uljen e inflamacionit dhe kontrollin e dhimbjes. Uji me kripë dhe mente përdoret si dezinfektues. Përdoreni dhe do të shihni rezultatet e mira që do të merrni. Kjo zvogëlon inflamacionin dhe shëron plagët në gojë. Lehtësoni dhimbjen e dhëmbit me ilaçe natyrale lehtë dhe shpejt. Ndalo së marr kaq shumë ilaçe. Provoje.